Gjatë gjithë kësaj periudhe, këto procese në qytet e në fshat, në qendra punëtore, institucione e tjerë, janë zhvilluar pa krijuar shqetësime e tensionet pa justifikuara, siç ka ndodhur në ndonjë rreth tjetër të vendit, duke shpërdoruar, vjedhur, djegur apo shkatruar elementa që s'kan të bëjnë as pak me demokracinë. Është kjo arsyeja që në tërësi uniteti e kompaktësia në drejtimet kryesore e popullit është ruajtur. Natyrisht që këtu krahas element për ta dish vjen vesh shteti. që vjen nga Franca. Po. Aty dërgojmë në Francë, këta tu i mishti. Jo, mund ta prodhojmë në Shqipëri themun. Jo, forcën se theti t'i qojmë atje ku prodhohet, Po, mas e rrisim rendimentin atje. Tani problemi më urgjent për neve është që pas vjeljes së prodhimit bujqësor, disa shok kanë dhënë emra të për diskutim, megjithatë që nuk përjashtojnë dikush sa dohet. Fjalën e ka Xhelal Cengu, drejtori i binjerës Kalimafit. Përgatitet Osman Elezi. Vi marrë vesh, ose flet shpejt ti ku thënë. Vjetë si ishte gjendja në ato kooperativat që the kështu? Se ti i the shifrat kaq përqind, kaq ashtu do. Si majmë në ato, në disa në ato kooperativa. Në disa. Në këto kooperativa Vjetë si kishte, dhe kjo tokë ishte apo jo? Kjo tokë ishte, kjo bakti ishte, këta njerëz ishte. në kooperativat e zonës lartë, Nuk e di, ti tu shtime. Ose në këto kooperativat në ujë, Po, në tokë me tipi armi që është me pak ujë, tipi kalimashit që është me shumë pak, tipi gjinajt dhe zonave disa fshatave të hasit, gjendje nuk e kemi patur mirë dhe me shumë punë, aktivitetet të ndryshme me shtytje me nxitje me zi kemi mbuluar paradhënia. Me aktivitetet të ndryshme të pyjeve, të kullotave, të ashtu. Mirë, po ka ardhur një moment që në këto ekonomi nuk mund të shtyhet më kështu, sepse edhe rezervat të mbaruar përgjithsisht tash. Çdo vit e tillë ka qenë gjendja me 4, me 5 lekë, me jo, mirë, do më thënë si pas te, nga vjetë, në 100 vjetë nuk ka asnjë ndryshim? Apo ka ndryshuar diçka? Si vjetë, në ndryshim në këto përkeqësim, drejt përkeqësimit ka ndryshim do. Po nga këto fenomene që kemi patur deri tash shoku. Dale, jo unë desha ta marrë vesh i qik gjendje. Pse është ky përkeqësim? Se të na merrem me goja. Nga kjo gjendje si vjeshme, nga tërë këto faktorë që kanë ndikuar. Cilët faktor? Nga lëndja pasdore edhe të atyre punëve që mund të ishin kapur me kohë, të atyre kulturave që mund të merresh diçka, të atyre aktiviteteve me të tretë që kishim planifikuar me për të arritur nuk bën. Mungesë plot pjesëmarrjes në punë. Urdhër shkonë. Çfarë ka ndryshuar pyet sigurisht? Faktorët toka janë po ato. Toka është pa ajo. Njerëzit janë po ato. Janë pa ato po nuk. Peshkët janë po ato. Uji është çik më shumë se vjet se ranshira. Çfarë ndryshoi që tani edhe në këtë situatë praktikisht çfarë ndryshoi? Po na thot pra se tani na thot çfarë ndryshoi? Ka ndryshuar. Çfarë ndryshoi? Ka ndryshuar mendja, ka ndryshuar njerëzit, ka munguar pjesëmarrja në punë. Ka qenë pjesëmarrja në punë, interesimi i njerëzve për të orientuar në këto situata, për të angazhuar me punë. Nëse i marrin kanë punë buke këto njerëzit aty në arën në Kalimashit. Ata e marrin në natyrë, një pjesë e mirë, tash i kanë dalë mjaft probleme për sa i përket mbulimit të kësaj pagese për të tërhequr drejtën për të marrë bukën. Kemi ndërhyrë në mjaft ekonomi, duke përcaktuar ca detyra që mund t'i bënin, ca aktivitete, ca kontrata të jashtme me kanë mbjellë oborin këto? Urdhër? Po. Oborin e kanë mbjellë?
Rreth 80% e kanë mbjellur. Si e kanë Ogorit? Nuk ka në perspektivë se është mbjell vonë. Është mbjell shumë vonë. Po Baktin e morën? Baktin e kanë marrë. Si e kanë? Mirë po, edhe numri i baktive në qoftë se numri i baktive në këtë ekonomi është shumë i vogël krahasim me ekonomitë e tjera. Njerë dy janë arsyet kryesore. E para, unë e sqarova edhe në atë që mbajta, që si rezultat i propagandimeve të ndryshme, i këtyre transformimeve, i keqkuptimeve, i krizës së besimit e i pesimizmit që kryu, ka humb interesi për punë në fshat të organizimit, mobilizimit atyre forcave që kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme. Së dyti, njerëzit gjatë kësaj periudhe janë marrë me organizime, me rregullime, ndarje kooperativash, ndarje fshatrash, ndarje familje, kështu që nuk janë marrë konkretisht me punë. Së treti, kjo ndarje kooperativave, kur ishte nga 10 fshatra, nuk kanë qenë në situatë barabartë gjithë fshatrat. Investimet janë përqendruar në pika të ndryshme. Në një fshat për shembull ka pas 70% vaditje, për një fshat ka met vetëm. Tani që ka dalë në skenë kjo punë, ai fshat ka met më atë vaditje që ka pas. Ky tjetri ka përfituar. Investimet e ndryshme për tokën e për këto, edhe sipërfaqja nuk është e barabartë. Në këtë raporte që janë krijuar tani me këtë ndarje ka të diferenca që janë krijuar midis fshatrave dhe që shtrohen edhe ato probleme. Po kryesor janë tek mungesa e punës dhe së dyti pastaj vijnë edhe këto faktorë objektiv që ekzistojnë në këtë periudhë përkohshme kalimtare që midis dallimit midis fshatrave. Kjo është. Ka një problem tani. Të gjithë thonë qeveria të na gjej vend se të skemi mëse të ushqemi. Në lushnjë duan gjithë. Tani më dalim. Edhe do të jojmë, dalim të marrim meshkën. Sikur do shojë qeveria, ku shkojmë në Francë, tu gjejmë vend punë. Kjo është Shqipëria. Ku do gjejmë? Kosovë. Më një herë ndryshoi pazarit. Na gjej vend qeveria. Ku do shojë qeveria? Vetëm bulevard atje. E mos pranë. Këto probleme ekzistojnë shoku me dy. Do të vish këtu. Fundit, një mendim po thotë ai. Asnjëri nuk e vrau këtu, vetëm një fjalë po thotë. Ta dëgjojmë çfarë. Si unë kam shokuramis foli edhe mendoj që edhe dëshirën e kishte që pavarësisht nga që raportova unë, edhe nga ato që e kemi njohur, ka dëshirë që edhe nga disa shok për natyrat e ndryshme të punës edhe të njihet. Edhe pastaj edhe në gjë domethënë që do të diskutohet e kupton do të thotë nëpërmjet kësaj, qoftë nga ana e drejtimit dhe kudo. Po se dëgjojmë çika, dëgjojmë pak. Po pse s'doli këtu më po këtu e ke? Jo, po ti kshu para vonon më shumë. Çka për të thënë, hajde ti le thuaj se dëgjojnë ato. Realizon edhe diskutimin si ndërtues, që je kështu që edhe Emini ty do me dëgjoj. Sa është edhe ministri kështu ka qef me dëgjuar ty. Po, sa më thënë. Çmendo e hekur tonë. Ruslandi nuk e kishte emrin këtu. Ruslan Kalabok. Dy probleme kisha, nuk jam plotësisht dakord me diskutuesit pak më parë. Ju lutem si president, shumë që të dërhyni pranë Kuvendit Popullor, Qeverisë Stabilitetit të Vendit, dhe nëpërmjet tyre pranë të gjithë organizmeve ndërkombëtare si OKB-ja, KSB-ja, Komiteti Evropian, që muri që ekziston ndërmjet shqiptarëve 43 vjeçar të shëmbet sa më shpejt. Pasi plasaritit e para, ky mur i ka marrë. Me që mu dha fjala, unë ka mendimin që auditori të kufizohet në diskutimet e shokëve parafolës. Problemet teknike, të furnizimit material teknik i ka gjithë vendi. Për problemet specifike, si që është bujësia, edhe ministri është prezent, specialistët e bujësisë të takohen. Unë do thoshem, ju si president, si e shikoni qeverinë e stabilitetit të vendit në
kuadrin e përgjithshëm si e drejton vendin, kredibiliteti i saj në botë si është, dhe diçka, në qoftë se ka mundësi, më hollësisht. Për gjendjen në Jugosllavi, nga çfarë thatë edhe mitingin i gjumë, po diçka me që auditori është më ngushtë, dhe si e shikoni të ardhmen e popullit shqiptar në Jugosllavi. Faleminderit. Për specialistët të më thonin, po na gjej punë ose jep dorëheqje. Edhe jo vetëm unë, po të më jepish ti dorëheqjen edhe qeveria bashkë me ty. Jo, në qoftë se rregullohen ata, unë jam gati ta jap dorëheqjen, ëh. Po, vazhdo. Problemet të cilët janë ngritur organeve të pushtetit qeverisë për zonën tonë nuk po marrin zgjidhje të plotë, siç është problemi i rrugëve, transportit udhëtarëve, ujë të pishëm, druve të zjarrit shëndetësisë, problemet e furnizimit të pishëm. Në 67 kooperativa, siç tha dhe kryetari Shoku Muharrem, që ka rrethi, vetëm 5 kooperativa, siç jam ndjeni unë, nuk përfitojnë falën e kredive të cilët janë të prapambetura. Prandaj kërkojmë që kredit vetëm e kooperativë, me që tashi si u bë edhe shefi i bujqësisë një pyetje këtu që u tha që si është ndryshimi, si vjet në krahasim me vitin e kaluar, unë do të thoja që ndryshimi dhe përgjigja është e saktë, vetëm është pasiguria e fshatarit, domethënë punët nuk pohet si në bujqësinë përgjithësi në gjithë ekonomisë siç e shoh edhe unë, është pasiguria e fshatarit vetëm te kooperativa dhe kanë gjallur një tension, duke u shprehur që kooperativat po prishin, qeveria po merr vendime njërin në tjetrën. Prandaj, me që është, them unë që ndoshta edhe mund të prishin kooperativat, këtë e ka dorë qeveria dhe fshati. Mendojmë që ne si ekonomi që kemi 1.350.000 lekë të reja kredia fatgjatë, kemi mendimin që nuk gjem burime për shlyrjen e saj. Prandaj po e thash unë, Apo, jo, po derisa merr 20 lekë për ditë pune. Po 20 Domethënë lekë ti janë. nuk je nga kooperativat e varfër. Ç'të bëjnë ata që marrin nga 10 lekë? Tash 8 lekë. Tash 20 lekë për ditë pune shokoramit për 6 muajt e verës, kurse 6 muajt e dimrit fshatarët ta ndrin pa punë. E shpreh edhe pak më sipër. Tash ju garantoj edhe juve shokoramis që në qoftë se qeveria do të marrë përsipër dhe do të nxjerrë ligjin për tokën dhe ligjin për matjen e kooperativave, ne do të jemi një nga ekonomitë shembull, jo vetëm rreth, po në zonën verilinore të Shqipërisë. Ka një invalid. Nuk është një. Është ky edhe ky të dy. Se edhe ky në tropoj ka qenë tërkohë. E kam parasysh, po shok mund të kenë lindër, janë rritë janë pavarësisht mund të jetë Dibrana, kupton. Po është formuar si Tiranës. Mirë. Kam edhe një gjë për punën e parlamentit. Po. Sigur po zgjatet shumë, po thuan shumë muhabete, shumë gjëra, po diskutohet shumë, nuk po merret asnjë vendim. Qoftë ta zëm për shkak, nuk jam Israel. Fikoni, po e para herë nuk ka 4 muaj, po ka 2 muaj që funksionon. Domethënë që nga 15 prillit deri tash janë bërë 2 muaj. Jo, e dyta, mos i vini shumë faj se është nusja e reja, halak. Se është mësuar akoma me punët kështu, me ligjet e me këto. Kështu që do mësohet dhe do punoj më mirë besoj. Shoku Xhevdet Tallaj. Kush është tjetër dhe mos e bëj gjatë shumë. Çfarë ka tjetër të të flasim? Nëse na duhet bëj. Tu i paguaj? E sot unë tani kam 3 punonjës që shërbejnë. 300 lekë këtë, ti paguaj vetë, puna ti është. Se kush do t'i paguaj, shteti? Këtu ngelet. Jo. Ti paguaj vetë, ti paguaj. Kooperativistit kush ja paguan? Do me thënë vetë i paguan. Kooperativa është vetë kooperativisti. E pse i privati kupton kush t'ja paguaj ti? Vetë ti paguaj. Jo, hiç mos u përzinim të punë. Edhe kooperativa pronë private është. Kooperativa është e kooperativistet, nuk është e shtetit. Nga xhepi i vet i paguan. Edhe i privati nga xhepi i vet i paguan. Ska asnjë.
Tu ka dhe një problem kështu shoku Rami se Politik fort amdesës. ka dhe një problem tjetër se duke zbogluar edhe këta administratën që bëjnë shërbim Po. në këtë, kuptohet kanë vështirësi këta shokët e këshillave popullore që të grafikojnë dhe të mbulojnë gjithë muajin me një shërbim të tillë. Prandaj edhe nuk e realizojnë dot ose e kundërshtojnë që të mbajnë këto. Ne kemi marrë masa që këto të rrim pranë kryetaret të shtëpisë aty kryetaret këshillave, edhe ta kryejmë, kjo nuk e zgjidh përfundimisht, duhet që ajo të jetë në atë që ka qenë. Mendoj që këtu qeveria duhet të me një vendim të ashtu duhet ta rregulloj këtë. Pavarësisht shokuramis nga këto shqetësime të vogla që i ka në rrethin ton, si në problemet e gatishmërisë ashtu dhe të stërvitjes, komanda shtabe dhe gjithë strukturat e mbrojtjes së divizionit, së bashku me popullin e Kukësit, janë në gatishmëri dhe ne jemi në gjendje që të përballojmë çdo situatë që mund të na krijohet. Këto kisha disa mendime të po të ketë në shok me një pyetje. Është i papas të ndërmend për të ngrit ka mundësi edhe me sera, edhe me ngrohje janë mundësit. Me ngrohje apo? Edhe me ngrohje edhe me sera. Edhe me uzinën e bakit sa ka qenë, edhe me sera. Po me ngrohje, pra serat ngrohra, ato ngrohet. E tramu, kjo është problemi. Me naftë. Me nafta, me ashtu me qymër. Me qymër. Një problem tjetër, përveç energjisë elektrike, Ministria e Komunikacionit ka përgjegjësi trëmbë. Mendoj se këtu është për gjithë shokët që ecin me vetura, të vinë me autobusat e popullit, shohin se ç'bëhet. Nuk mund të shkosh ditë te agjencia se ç'bëhet. Të pritet një bilet për Tiranë ose për Shkodër. Është skandal. Të shkosh në Tiranë, në vapa vendimër, të shkosh gratë me fëmijë ose 7 zana ose të dalë nga spitali, tu t'ikish, nuk mund të Ndërdiqe për këtë problem shoku. Jo, po ç'a të bëj? Do ta them më poshtë. Me qenë se një minutë, se ju nofta nuk keni shqetësime dhe bëni... Dale ta thot tashti më mirë. Ç'a të bëjnë po brek? Duhet të shpopulloj... Mirë, ku ti qoj? Ku ti qoj? Në ato zona fushore që janë ma pak popullume. Ku? Në fush. Në ç'vend? Në ç'vend, unë nuk jam ministri i bujqësisë që ta di se ku i ka popullume. Jo. Në çfarë, shiko? Jo. Vazhdo. Shpërndarja e tokës dhe e blegtorisë, pavarësisht se ne na ndjelet një sipërfaqe pak a shumë e konsiderueshme, por improduktive dhe komplet mbivat, ka bërë që 700 porta pune të ngelen pa punë. Po të referohemi vetëm ditëve të punës të realizuara si 6 mujor, rezultojnë të kemë realizuar 46 pune ose 322 lekë. E barabartë kjo vetëm me 120 kg gru. Komentet janë të tepërta, pasi ato familje që nuk kanë marrëdhënie pune me shtetin, nuk kanë siguruar as bukën e një muaji. Dhe nuk janë pak, por në ekonominë tonë janë rreth 230 familje që nuk kanë marrë. Para se të flasun, mbase edhe ajo që të thanë këta shokët për të taku, sidomos me Ministrin e Bujqësisë, mund të jetë e arsyeshme ajo, por sa për meze kështu, mundet të thotë që tani diçka ky, pastaj ndoshta ka edhe shoku Emin diçka mund t'ju thotë dhe ky kupton për ato problemet që ngritët juve, aq sa mund t'ju thotë tashti. Pastaj ndaç lini ma vonë një takim juve me ministrin, që ata zdrugoni më mirë, kupton, ha? Kështu. Pastaj do them dhe unë. Dile atje se ke ma kollaj. Tani
përfitoj nga rasti të them disa nga këto momentet kryesore të politikës së qeverisë së stabilitetit për fshatin, edhe pse këtu bën shumë pyetje edhe ka shumë shqetësime me cilat e jemi njohur dhe nëpërmjet letrave, por unë ju premtoj jo këtij auditori, por të gjithë kryetarëve të kooperativave bujqësore që unë nuk mendoj se janë të gjithë ndoshta këtu, që realizojmë një takim tjetër dhe të bisedojmë tamam për specifikat e bujqësisë. Ndryshe do të ishte biseda në një auditor të specialistë të fshatit, ndryshe është këtu me këto shokët. Megjithatë, unë shkurtimisht dua të them 2-3 probleme që dolën këtu edhe është natyrisht në të mirë të në interes të përgjithshëm për këtë. Tani unë e kuptoj që Kuksi ka 80% të popullsisë në fshat edhe në 20% të tjerë që mbetemi këtu në qytet, atje i kemi syt bile edhe njerëzit. Kështu që nuk është specifik nëse do të them të marr më shumë kohë se sa mendoj ai shoku Islam atje. Tani nuk jam dakord me frymën, jo me problemet unë i mora shënim, e diskutimit të dy ekonomistëve që janë të dy kryetarë kooperativas, bile të nderuar fort në punën e tyre dhe me rezultatet që kanë arritur. Dysh bashkimi bashkë me atë Samiun. Nuk jam dakord se ato janë ekonomistë dhe unë nesër do të bisedojmë ose pas nesër kur gjejmë kohë do të bisedojmë më konkretisht. Unë mendoj që po të kishte një informacion më të plot rreth masave që ka marrë qeveria në këto 2 muaj të ekzistencës, qoftë qeveria më pashme, po dhe kjo e stabilitetit, për fshatin duhet krijojmë një vizion të ri. Nuk është që fshati është lënë në harres nga kjo qeveri. Zhvillimi të vendit ka 2 javë që mori thot besimin dhe ju them me përgjegjësi se po punon me një seriozitet shumë të madh për të përballuar gjithë këtë situatë shumë të rëndë që ndodhet vendi. Po vazhdon të punoj edhe ditën edhe natën për të zgjidhur ato probleme që i ka koha sot. E dyta, kjo qeveri e stabilitetit të vendit me të marrë votbesimin në parlament krijoi një reputacion të mirë në gjithë vendet e Europës dhe në Amerikë, dhe ju e dini kupton si shta dhe shoku Ramis, brenda 12 orëve filluan të vinë personalitete të rëndësishme të Europës dhe më vonë të Amerikës. Qa nuk i doni këto? Po shpia nuk bëjnë këtu këte nga kjo. Qofë se do të dëroni, do të jo them. Në qofë se nuk do të dëroni, nuk do të jo them. Demokracia kërkon rregull, kërkon disiplinë, kërkon se cili t'japi kontributin e tij për të përmirësuar këtë gjendje që është shumë e rëndë. Lidhur me këtë çështje, pak të ne si Ministri Ndërtimi, edhe me porosit që janë dhënë nga ana e qeverisë, kemi filluar kontaktet e para me ambasadorët që janë në vendin tonë, për të krijuar ato mundësira praktike që të kalojmë sa më shpejt të gjendje të rëndë. Gjithashtu, me njëherë gjatë këtyre ditëve, kemi marrë shumë kontakte se s'po na del kohë me firma të ndryshme, për sa i përket problemit të investimeve, duke bërë investime të veçanta, duke i bërë investime të përbashkëta, duke krijuar ndërmarrje të përbashkëta, duke krijuar ndërmarrje me buyback e të tjera me radhë, me qëllim që të kapërcehet kjo gjë. Kemi kërkuar gjithashtu kredira për të përballuar këtë situatë për mjete dhe makineri ndërtimi se gjendja është megjithmonë serioze. Unë dje kam bërë mbledhje me Ministrin e Tregtisë të Turizmit për të vënë në funksionim 3 frigorifer dhe diskutojnë për 10 ton hekur për 5 ton bitum. Në këtë drejtë është vendi që ta keni parasysh dhe ta keni qartë. Kjo është qeveri e stabilitetit. Megjithatë, mandatin që na është dhënë nga Parlamenti për 1 vjet, ne do përpiqemi ta realizojmë. Konkretisht, për sa i përket problemeve që u ngritën këtu, ashtu, ne kemi planifikuar që të ngrihet këtu një linjë për prodhimin e bloqeve të betonit italiane nga Venecia,
me rreth 500.000 copë në vit që është e barabartë me 5 milion tulla. Roza Komete e nivelit sotëm të Italisë. Po përpiqemi me teknologjinë, me gjenerat teknologji të Venecijës që ta realizojmë këtë punë. Se s'kemi as pare, as mall që t'i japim për t'i marrë këto gjëra. Po përdorim lloj forma që të krijojmë besimin reciprok për këtë punë. Se ndryshe, po se krijuam këtë besim, nuk kemi asgjë. Ta kemi të qartë këtë çështje. E dyta, po prap nga Venecia, për rrethin e Kuksit dhe për rrethet e tjera që nuk kanë argjil, mendojmë të ngrejmë një lij për prodhimin e tjegullave prej çimento, të cilat përdoren dhe atje dhe sot e kësaj dite japin rezultate të mira për të kapërcyer këtë gjë. E treta, kemi menduar që në 10 rrethe të rëndësishme të vendit të ngrëm magazinat materialeve të ndërtimit, magazinat të nivelit europian dhe gjerman mbi të gjitha. Ashtu, për zonën e jugut, edhe sot biseduam me një firmë greke që të marri përsipër ngritjen e 3 magazineve të tilla në Saran, Gjirokastër dhe në Korçë. Për Kuksin, me qenë se u ngrit ky problem, ne do të krijojmë mundësi që të takohemi sa më parë me tregtar kosovar, me afarist kosovar për të krijuar dhe këtu një magazin të materialeve të ndërtimit, që kushdo që ka pare të vetë marri materiale dhe të ndërtoj shtëpi, kush ka mundësi që të furnizohet që janë nga jashtë, nga këta që kanë vajtur emigrant, ketë mundësi të ndërtoj. Gjithashtu dhe ndërmarrja e ndërtimit që është sot, ketë mundësi që këto materiale të rëndësishme t'i gjej aty. Urdhoni? Kena e vretje. Mos bëni dorë, ma mirë dëgjoni, se do t'ju vlen, do t'ndihmojmë edhe ju. Ashtu, çështje tjetër, u ngrit një problem këtu për të ndërtimin e 400 deri 500 apartamenteve në vit. Edhe kjo mendoj se është një çështje me rëndësi. Ne Kuksim në ato si thua plane që kemi menduar gjatë këtyre ditëve, nuk e kishim vu për të ndërtuar një fabrikë të tillë për apartamentet para përgatitura. Po nga ato që bëjmë sot, po nga ato që i bën bota, kupton, Europa, si shkojmë drejt Europës, do të bëjmë ne ç'bën Europa, se ndryshe s'kemi ç'shkojmë. Ashtu. Edhe në këtë drejtim do shohim mundësi, kuptoni, që brenda atyre kuadrit të bisedimeve, kupton, që po bëjmë, kuptoni, të shikojmë edhe këtë mundësi për Kuksin. Duke qenë se siç thanë dhe shokët këtu, është një problem shumë shqetësues dhe shumë i madh. Për sa i përket materialeve të ndërtimit, kjo është çështja më serioze. Kemi filluar nga rezervat e shtetit janë bosh. Nga Ministria me Mbrojtje që kishim besim mërshim me gjë, nuk ka asgjë. Kemi nisur sot të nisim maunet tona për të marrë këte nga Jugoslavia hekur për të përballuar këto nevojat e domosdoshme. Brenda muajit korrik, kemi mendimin se kjo çështje do të rregullohet. Për sa i përket Cimentos ka po s'ka transport, se ne nga herë nga throjmë dhe vetëm. Bilesun me porosi, kupton, të qeverisë, shkova në atje me ata shokët ishin në grevë të Hekurudhës. Edhe kërkuan, duam 40 apartamente. Pse i sabotoni thash? Ne tha, ne i dum, po ju i doni, pse nuk sillni inertë të Durrës, që t'ja bëjnë ta shokët në tim. Pse nuk sillni Cimento? Pse nuk e sillni Hekur nga do ta sillni? Pse nuk sillni këto gjërat e tjera që janë për të sjellë? Se ne po nuk punoj ky ingranazh me gjithë dhëmbët e tija, nuk ka se si të funksionojë kjo ekonomi. Është e pamundur. Prandaj, në momentet e sotme, ku është arritur një fitore e madhe politike e demokracisë vendit tonë, stabilizimi i vendit dhe kuptimi drejt i qëndrimit secilit, kuptoni, ka rëndësi themelore për këtë çështje. Një çështje tjetër që desha të them, ashtu. Ne gjithashtu kemi kërkuar rreth 100 kamiona me kredi për t'ia larë mbas 3 vjetëve deri 5 vjetëve, se s'kemi as i grosh me xhepa shpuaremi, ta dini mirë, ashtu. Po krijojmë mundësira për të kapërcyer këtë situatë. Na dhanë premtime që do të na ndihmojnë në këtë çështje. Po kapërcyejmë këtë gjë, edhe disa makineri ndërtimi, kupton, sidomos ndërmarrjet e tjera kanë nevojë të mëdha, themi që ta kapërcejmë. Do të kemi vështirësi akoma në muajin korrik dhe deri në mes të muajit të gusht
po themi që kemi besim se do të mbështesim, do të ndihmojmë. Çështja tjetër që unë mendoj se është e rëndësishme, hidrocentrali Skavizës mund të trokasin nder. Se është një nga, si thua, hidrocentralet kryesor të rrjedhjes drimit. Janë bërë disa studime gjeologjike për këtë punë, ashtu, ne do të vazhdojmë bisedimet me firmat e huaja për të marrë përsipër, kupton, me punë të përbashkët në timin e këtij hidrocentrali. Ka dhimbje, ka njërin tjetër me radhë, po do shikohet deri ku është interesi jonë për të punë. Është çështja e rrugës, kupton, nga Tirana për në Kukës. Edhe ky është një investim i rëndësishëm, e kam fjalën edhe për punësimin e shumë, si thua, punonjësve të rrethit, të cilët duhet të nganohen në këtë punë. Për sa i përket problemit të ndërtesave që janë lëvizur nga liçeni i Thjerëzës, unë kam këtë mendim. Ne do ta kalojmë çik nesër ta shohim këtë gjendje si është që është, por komiteti ekzekutiv i rrethit duhet përgatis një parashtresë të saktë, të qartë, të plotë me të gjitha konsekuencat e kësaj pune dhe një projekt vendim për qeveri. Unë, shoku 2 edhe Drini me Zini, ne ju marrim përsipër të nxjerrim qeveri me të gjitha problematikën e vetë që ka. Tjetër nuk ju marrim përsipër, të kemi qartë. Ashtu, çështja tjetër që mendojmë që duhet futemi drejt privatizimit të ekonomisë. Ne tash do kemi edhe një takim me datë 2 në Tiranë me punonjës të ndërtimit për të shikuar mundësinë e privatizimit të këtyre fabrikave, tullave, impjantet inerteve, si thua, prodhime të ndryshme, kupton, dhe tjerë më radhë. Kemi shumë kërkesa, kur them shumë, për sipërmarrës privat. Janë bërë brigata me 15 vetë, me 20 vetë. Ju lutemi shumë, na thonë, na jepni maqinë, na jepni vinç, të marrin përsipër ta ndërtojmë të banesë. Më pasër nuk ka si ku shkoj. Ne tashti kemi arrit deri këtu, edhe po bëjmë një hap shumë më tepër se sa kemi kompetencë, kur të bindemi plotësisht që ky person që është përgjegjës i kësaj pune, është i ndershëm, është punëtor, është serioz, do të marrim ne përgjegjësi, kupton, si ministri, për të dhënë vista, për të dhënë kreditin që duhet, ose për të animuar me këto mjete e këto maqinerie. Është një risk i madh që do të marrim, po e shohim se është në interes për të kapërcyer këtë situatë vështirë që ta bëjmë me qëllim që të ecim përpara. U tha këtu për asfaltimet. Asfaltimet mos gënjejmë veten, ju thash për 5 ton bitum, për me marru frigoriferët, 3 frigoriferë që hynë në funksionim këtë sezon, nuk po gjejmë dot. Mendoni se në çdo që është ekonomia e vendit tonë. Një çështje tjetër, mos më ndihmë, një çështje tjetër. Kemi pas nesër ditën e shtunë, vind përfaqësues të një kompanie shumë të madhe, amerikane, hungareze, zvicerane e përbashkët për ndërtimin e 5.000 deri në 10.000 vilave. Vila, një katshe. Ashtu, nëse edhe ju do të hynin këtë kooperativ, caktoni një vend, ashtu, që 400-500 nga këto të ndërtohen në zonë caktuar. Ato vinë para përgatitura, jo këtu në qytet, po duhet i qikë në periferi. Ne keni vënë të lumtë, edhe ne do t'ju ndihmojmë. Edhe ne do t'ju ndihmojmë. Me sa duket, durimi ka shkuar në kputje, edhe nuk ashtu, s'kemi fuqi për këtë punë. Këto çështje që biseduam sot, ne nesër me punojësit që merren me ndërtimin e të industrisë të material ndërtimit, edhe të tjerë, do të takohemi në mënyrë të veçantë, që të bëjmë një program konkret për t'i dalë përpara këtyre gjërave. Që me të krijuar mundësit, fillojmë me njëherë me këtë çështje. Këto nuk janë llafe kështu në erë, jo them me përgjegjësi, po kërkohet nga ana jonë shumë seriozitet. Disiplinë shembullore, se demokraci pa disiplinë nuk ka. Rregull absolut, deri në ushtarak. Me qëllim që këto gjëra që bëjmë, se ne do t'i bëjmë këto punë. Ata do në ndihmojnë, po shqiptarët do të jenë ata që do ndërtojnë në vendet e tyre. Në këtë drejtim, unë mendoj ne bëm mirë që erdhëm sot, se duke ju ndëgjuar edhe juve direkt për këto probleme,
sikur reflektojnë më drejtë, më mirë, e tjera më radhë. Po dini se gjendja është e tmerrshme. Unë kam qenë edhe drejtori Valdez, edhe drejtori Fjerëzës, por më thojnë dje që s'kemi mundësi në Tiranë të bëjmë 120 metra kub beton për 10 ditë, jam skandalizu kur ne bëjmë 1500 metra kub beton në ditë. Mendoni se në çdo regje është kjo punë. Prandaj ne jemi që duhet ta ngrëmë këtë vend në atë pjedestal që duhet kupton që megjithmonë të bëjmë ne siç është Europa. Faleminderit. Disa nga ato problemet kryesore që ngritet këtu ju. Edhe natyrisht unë as kam përsëritur ato që ka thanë këta, as mund t'ju premtoj edhe ato që mund premtojnë këta. Se në fundit është qeveria ajo që ka dhe parat, ka fondet, ka mundësit dhe i rregullon këto gjëra. Vetëm mund desha një 2 gjëra të them që pavarësisht se shoku Emin dhe Nexho do t'i shtrojnë një qeveri me siguri këtë probleme që dollëm, edhe unë nga ana ime disa nga këto çështje themelore do t'ja shtroj kryeministrit, që bashkë me mendimin edhe të këtyre shokëve të ministrën, t'i ketë parasysh se ka me të vërtet disa gjëra që janë serioze edhe që duhen shikuar me një farë prioriteti. Për shembull, unë nuk po marr ato problemet e mëdha që morën këta shokët, por ta zëm çështja e autobusit Kukës-Tiranë. Besoj kupton që është një çështje që duhet të rregullohet. Pavarësisht, po domethënë në një mënyrë ose në një tjetër të zgjidhet kjo çështje. Ose për shembull çfarë u tha këtu disa probleme të tjera që janë kështu të karakterit të punës së përditshme, si thuaç. Ja, ato problemet që ngritje i shoku i Kalimashit për transportin urban e këto, duhet biseduar me Ministrinë e Minerave me qëllim që të mundet të ndreqet. Tashti, duhet të keni parasysh shok që situata ekonomike e vendit është e vështirë, nuk është e mirë. Këtë duhet jemi të ndërgjegjshëm. Por duke qenë të ndërgjegjshëm për këtë, nuk do të thotë që të kërkojmë edhe zgjidhjet e lehta. Është vështirë të gjendem zgjidhjet lehta. Do të ishte shumë mirë sikur të gjitha këto hallet tona të zgjidheshin brenda pak ditëve, por sado optimist që jemi, duhet me qenë realist. Nuk zgjidhen dot brenda disa ditëve. Ja, për shembull të marrim çështjen e tokës, çështjen e bujqësisë në tërësinë e vet. Ka shumë probleme të mëdha bujqësia. Juve ju ngatrojnë ndonjëherë edhe këto programet e partive të ndryshme politike. Tash duhet të keni parasysh, kupton që partitë politike janë një gjë. Qeveria është një gjë tjetër. Sot, ka ndryshuar i çik ato raporte. Përpara partia e punës kishte dhe qeverinë dhe partia e qeverinë ngatroheshin bashkë. Si thuaç, ja thoje partisë, ja ke thënë qeverisë, thoshte qeveria, bënte partia, qeveria kështu me radhë. Sot ka ndryshuar raporti. Tashti partitë bëjnë politikë, kupton? Qeveria bën punën për të zbatuar detyrat që ka. Por, për konsekuencë, sa për ta ashtu siç e tha i shoku, nga ndonjëherë në veprimtarinë politike të partisë, të partive, kupton, ndodhin edhe çoroditje për miletin, sepse një njeri dëgjon 4 programe. Ta zëm, me që jemi ke tokë, Partia Socialiste ka një pikpamje të vetën për tokën. Partia Demokratike ka një pikpamje të vetën për tokën. Partia Agrare ka një pikpamje të vetën për tokën.
Partia Social-Demokrate ka një pikpamje të vetën për tokën. Nga ndonjëherë afrohen, nga ndonjëherë largohen. Kupton po? Në fund të fundit toka edhe prona bujqësori ju përket juve, i përket fshatarve, i përket kooperativave që janë sot, ju përket njerëzve dhe jeni ju ata që do të vendosni. Si duhet të ndërtoni jetën tuaj? Programet e partive keni parasysh, ai që ju pëlqen përkraheni, ai që ju pëlqen hidheni tej, po mos pandemi që programet e partive janë ligj. Ligj janë ato që merr qeveria, ato që zvendos shteti, që vendos kuvendi. Prandaj këtu s'ka pse të ngatrohen. Se për shembull, ka disa parti thonë, ose ka domethënë dy parti thonë, të privatizohet toka në fshat. Mirë, ka një ide kështu. Të tjerë thonë, mos privatizohet, por të metet toka, kupton, siç është pronë e shtetit, të shpërndahet, të jepet në përdorim kooperativave, fshatarëve, individëve e kështu me radhë. Më duket se në vendimin e qeverisë që po përpunohet, është arritur një mendim tjetër, kupton, anamesash, kupton, që toka të lihet në shërbim, në përdorim të fshatarëve, e kupton, dhe të mos lejohet shitja dhe blerja e saj. Për 5, për 10, për 15, ku ta di, kur ta vendosni atë juve pas. E pra kush e ka në dorë atë do ta vendos. Po domethënë mos shitet e mos blihet. Pra, kur të dalin vendimet e qeverisë, vendimet e parlamentit, ato janë në fuqi. Mendimet e partive janë të ndryshme. Ju zgjidhni, ju gjykoni, kush e ka më mirë, kush e ka më keq, është tjetër problem, kupton. Tashti, pse e thash këtë tokës edhe të lektorisë? Se ka rëndësi shumë të madhe që me prish është lehtë, me ndreq është vështirë. Kush e tha këtu një nga shokët, më kujtohet kur diskutoj, që ama vështirë kishim kur u kriju kooperativa, apo tashti kupton që po prishet. Për të prishur bëhet kollaj, mirë po prishja krijon probleme të mëdha. Furra e bukës është një çështje jo e vogël, çështje me rëndësi të madhe. Kupton? Çështja e pensioneve është një gjë shumë e madhe, nuk është gjë e vogël. Kupton? Çështja e punës së përbashkët, sidomos punës ndihmëse që duhet bëj kooperativa, është një çështje tjetër. Toka e pakët që kemi ne është një problem tjetër. Të gjitha duhen menduar mirë, me kujdes, se thash për të prish mund të jetë lehtë, por për të ndrejtur është vështirë. Dhe eksperimente prish e ndreq në kurriz të pronës, në kurriz të fshatarësisë, nuk është mirë. Unë natyrisht nuk dua të mbaj anë nga asnjë anë, kupton, për këtë çështje, juve gjykoni vetë, por unë ju ftoj që t'i lexoni me vëmendje vendimet e qeverisë, kupton, sepse ato vendime nuk kanë qëllim. Këtë mund t'u them, kupton, nuk kanë qëllim të diskriminojnë fshatin. Përkundrazi, qëllimi i vendimeve që po merr qeveria është që të përkrajnë fshatin ashtu siç përkrajnë dhe qytetin. Domethënë, të përfitojë fshati nga ulja e çmimeve, nga ngritja e çmimeve, domethënë, të blerjes, ashtu siç duhet të përfitojë fshati nga pensionet, të përfitojë fshati nga subvencionet të ndryshme, të përfitojë fshati nga ana e bankës bujqësore, me anën e kreditit e tjere. Pra nuk është edhe nuk mund të jetë synimi i shtetit ton që t'i bin kurriz fshatarësisë. Përkundrazi, duhet jetë që ta përkrah, ta mbështes fshatarësinë. Tashi ka një problem shumë të madh në fshatin ton, që juve e ngritët edhe duke u nisur konkretisht nga disa faktorë që kanë rrjedhur këtu, siç është çështja e liçenit të Fierzës e tjera, domethënë ka një popullim të madh të fshatit dhe ju me të drejtë thoni të çpopullohet. Në një fjalë, të krijohet mundësi për të qëndruar më pak njerëz që të kenë tokë më shumë. Unë po ju them një gjë, në qoftë se ju e shtroni problemin për në Kukës, është e vërtet dhe keni shumë të drejtë se ekziston ky problem në Kukës. Por edhe në tërë Shqipërinë ky problem ekziston. Pse ekziston në tërë Shqipërinë? Mos të harrojmë
që sot në fshatin shqiptar jetojnë 2 milion e ca fshatar. Dhe vetëm 1.200.000 janë në për qytetin. Do me thënë, 60% e popullsisë është fshat. Ky proporcion, duke marrë parasysh edhe sipërfaqen e vogël që kemi ne, kupton, nuk është normal. Dhe mos sot ka dalë ca, nesër, akoma më shumë do të ngrihet, do të dalë ky problem. Do me thënë, akoma më shumë do të dalë çështja e punësimit dhe çpopullimit të fshatit. Këtë do ta sjell edhe veç zhvillimi i ekonomisë. Si do të zgjidhet ky problem? Është e pamundur. Unë e them këtë që të mos krijohen iluzione kot. Është e pamundur të zgjidhet ky problem duke marrë nga Kuksi për të quajtur në Lezhë, ose nga Malësia e Shkodrës për të quajtur në Krujë, dhe nga Malësia e Krujës të çojmë në fushën e Durrësit, dhe nga Malësia e Tiranës të çojmë kupton në fushën e Lushnjës e kështu me radhë. Nuk bëhet. Është shumë e vështirë. Se kësa i thon, ik prift të ullet hoxha. Nuk shkon, se edhe ajo tje, kupton, nuk ka aq tokë sa mendohet sikur do popullohet kjo. Problemi është pra më kompleks, më i madh. Neve do të na duhet, me dojmos të hapim vende pune më shumë. Ne do të na duhet, me dojmos të krijojmë aktivitete në fshat industriale. Do me thënë, duke përdorë më shumë druri. Pyjet kam parasysh. Urdhron? Unë flas ati ku ka, ati ku s'ka s'me rësperendia, i thënë i fjallë. Po, ati ku ka. Do me thënë, duen shfrytzuar të tëra mundësit. Por, kryesorja e kryesoreve është që ne do të na duhet të krijojmë punëra masive. Si që është çështja e hapjes të rrugëve, çështja e autostradave, çështja e turizmit që duhet zhvillohet dhe angazhon njerëz shumë në punë etj. etj. Nuk zgjidhet pra problemi vetëm me çpopullim. Ky është një problem shumë kompleks, shumë i vështirë. Tashti, dikush nga shokët tha këtu, të shikojë qeveria mundësinë edhe të emigracionit. Mund ta shikojë dhe atë mundësinë e emigracionit dhe po e shikon. Por prap të mos ushqejmë iluzione, se boll iluzione ka në kokat e njerëzve. Kupton, gati e kapën Europën. Edhe i qik në majtë gishtave. Edhe e zumë. Nuk zihet kaq shpejt. As Europa, as kush na duhet punë e madhe. Shumë e madhe. Kupton? Sepse thatë për emigracionin juve, sot në drek, pa ardhur këtu, do nisësha për këtu, lexova 2.400.000 pa punë në Francë. Sot, në Francë. Urdhon? Në Itali, po aq. Prandaj, nuk ka edhe Europa nevojë për njerëz të tjerë. Aq më tepër për njerëz pa kualifikuar nga pikpamja e specialitetit punës. Prandaj, të mos ushqehen iluzione. Edhe jo rastësisht po na ndodh që ikin ca në Itali, Italia po i kthen mbrapsht. Ikin Jugosllavi po na i kthen mbrapsht. Ikin Greqi, ja, prap mori vendim Greqia, të tërë i kthej mbrapsht. Kupton? Do me thënë, nuk është e mundur të bëhen këto zgjidhje. Këto duken zgjidhje të bukura, por nuk janë reale. Nuk janë reale. Për këtë arsye, tërë puna është tek ne, që duhet të mundohemi të punojmë neve më shumë, të gjejmë burime pune, të gjejmë njëkohësisht edhe mundësinë e investimeve të huaja në vend, që është një rrugë me rëndësi për zhvillimin e ekonomisë tonë, për punësimin e njerëzve tek ne. Këto janë rrugët që kemi përpara. Rrugë të tjera, kupton, është vështirë të shpiken. Këtë ta kemi parasysh. Më mirë gjërat të themi siç janë, se sa të krijojmë iluzione, mendime që dalë se çdo bëhet. Tashti, për sa i përket atij problemit që ngritët juve për tokat e përmbytura, unë jam dakord me atë që tha shoku Emin, që është mirë të bëhet i plota i studim këtu në vend, me qëllim që të shikohet nga ana e qeverisë çfarë mund të bëhet. Kupton? Edhe si mundet të gjendet një rrugë zgjidhje e tërë atij problemi. Qoftë lidhur me çështjen e shpërblimit, qoftë lidhur me çështjen e banesave, të shtëpive e të tjerë. Mua dikush këtu nga shokët kërkoi të di diçka më tepër për disa probleme. Po e nis nga ato të brendshmet. Kështu
Kështu më bëri njeri pyetje, tha si e shep ti tha qeverin, stabilitetit vendit, kredibilitetin e saj e tjere tjere. Unë këtë qeveri të stabilitetit vendit e shoh si një zgjidhje të vetmen, të mirë, që mund të kishte për vendin tonë. Kupton sepse pikpamja ime ka qenë, është, edhe kam teksuar më parë, teksoj përsëri, ne jemi një vend i vogël dhe ne na duhet bashkimi forcave. Nuk jemi një vend i madh që kemi nevojë për shpërndarje forcash. Ne duhet bashkojmë tërë forcat. Kush është patriot sot? Kush e do atë dheun sot? Kush e do Shqipërinë sot? Duhet bashkohet për të çuar përpara Shqipërinë, për të dalë nga vështirësitë, nga pengesat. Prandaj qeveria e stabilitetit, bashkëpunimi i partive të ndryshme politike në këtë qeveri, unë mendoj që është zgjidhja më e mirë që mund të bëhej. Çështja është që kësaj qeverie i duhet dhënë mbështetje. I duhet dhënë mbështetje nga të gjithë populli. I duhet dhënë mbështetje nga tëra forcat politike, mbështetje që të bëj punën, jo mbështetje që ta pengoj. Se ka dhe mbështetje që ta pengoj. Po duhet mbështetje për të bërë punën. Për të bërë punën për të gjithë problemet. Dhe në këtë drejtim, nëse kjo qeveri, kupton, do të ketë këtë mbështetje, ajo edhe do të filloj dhe do të punoj për të zgjidhur problemet e hallet e vendit, ajo do të ketë kredibilitet në popullin tonë, ashtu siç do të ketë kredibilitet edhe në plan ndërkombëtar. Tashti, për sa i përket planit ndërkombëtar, duhet pas parasysh kupton që ne duhet t'i bëjmë hizmetin vetë punëve tona. Bota nuk të jep, në qoftë se na shef që ne rrim kështu. Bota nuk të ndihmon në qoftë se ne mbajmë gojën hapur dhe tjetrit na japi me luk. Kupton? Problemi është që ne duhet të punojmë vetë si duhet, që të mundet edhe ne të fitojmë kredibilitet tek bota. Që bota të shikojë që populli shqiptar punon, se në qoftë se punon, edhe do ta ndihmojë bota. Se gjymerta në botë nuk ka, sa për djeni, edhe bamirës në botë nuk ka. Kushdo që don të investojë në Shqipëri, do të investojë pse ka interes, nxjerr fitim. Po nuk pa që ka fitim, ai nuk investon. Kjo është ligj. Kupton? Budallëj në botë nuk ka, mos pandejnë që ne jemi më të zgjuarit, kupton? Përkundërës. Kur ato kanë eksperiencë më të madhe se si duhet fituar e si duhet punuar. Ne se kemi këtë eksperiencë. Kupton? Prandaj duhet bëjmë përpjekje të mëdha, qeveria jonë, bankat tona, organizmat tona të ndryshme, dhe me sa jam në dieni dhe siç u tha dhe këtu, po punojnë organizmat të ndryshme që të krijojnë kontakte me aparisë të ndryshëm, me banka të ndryshme, në mënyrë që t'i hapen mundësi, t'i krijohen mundësi zhvillimit të vendit. Unë personalisht thash kam besim të plot, kupton, tek kjo qeveri dhe kam shpresë që kjo qeveri t'ja dalë në van asaj detyre modeste, por jashtëzakonisht të rëndësishme që është sot për vendin tonë. Thash modeste sepse të stabilizosh vendin është hapi i parë, të stabilizosh ekonominë, të stabilizosh jetën sociale e politike në vend është hapi i parë. Hapi i dytë është t'i japish hove zhvillimit ton ekonomik, politik, social. Kjo është hapi i dytë. Po ky është hapi i parë që duhet bëj, por modest, por me rëndësi jashtëzakonisht madhe. Pa bërë këtë, nuk vet dot hapi i dytë. Kupton, prandaj nga kjo pikpamje unë thash edhe në fjalim publikisht, kjo qeveri meriton tërë besimin dhe mbështetjen e popullit tonë. Tashti për sa i përket aspektit jashtëm që pyeti një shok këtu. Për çështjen e gjendjes në Jugosllavi. Gjendja në Jugosllavi është tepër e vështirë. Mam edhe pardje u shpall pavarësia e Slovenisë dhe Kroacisë. Natyrisht shpallja e pavarësisë të Kroacisë dhe të Slovenisë krijoi një situatë të re në Jugosllavi. Situatë që përmban në vetvete dhe rrezikun e shpërbërjes të Jugosllavisë. Sigurisht të dy këto republika nuk deklaruan se do të shkëputen. Pra, ato që ndrojnë pjesë të Republikës Federale Jugoslave. Por
shpallën që janë të pavarur dhe kur të duam mund të shkëputin. Shpallja e pavarësisë të këtyre dy republikave natyrisht ka ngjallur disa mosmarrëveshje të mëdha në vend. Sepse del problemi i parë, çështja e mbrojtjes të integritetit të gjithë Jugosllavisë. Dhe në fakt, ushtria jugoslave, duke filluar që nga dje, zuri kufit e jashtëm, do më thënë kufirin e Jugoslavisë me Austrinë, kufirin e Jugoslavisë me Italinë, me të cilat kufizohet Kroacia edhe Slovenia. Do më thënë për të treguar që uniteti i shtetit Jugoslav ekziston. Pa tjetër, vajtja e këtyre ushtrive të Jugoslave, tankeve dhe ushtarëve nëpërmjet qyteteve të Slovenisë apo të Kroacisë, shkaktoi edhe reakcion nga ana e popullsisë këtyre vendeve. Dhe ka patur edhe përleshje midis disa forcave slovene dhe ushtrisë ose kroate dhe serbëve në Kroaci. Ka patur edhe disa të vrarë, por kaq deri tani. Si do të zhvillohet më tej? Probabiliteti është kupton që kjo zhurmë të kaloj, kupton edhe të mos bëhet gjë më tej. Kjo është mundësia, sepse në fakt Europa, Amerika e të gjitha shtetet e ndryshme nuk njohin pavarësinë as të Kroacisë, as të Slovenisë si shtetet pavarura. Për arsye sepse duan të njohin vetëm një Jugosllavi, një qeveri jugoslave, një ushtri jugoslave, një politik të jashtme jugoslave dhe jo 6 republika të ndryshme. Pra kjo është situata pak a shumë në Jugosllavi. Natyrisht, këto tendenca nacionaliste që kanë filluar në këto dy republika, shtrihen edhe në republikat e tjera. Shtrihen edhe në Maqedoni, shtrihen edhe në Bosnjë Hercegovinë, siç shtrihen kupton edhe në Kosovë ose bile kupton deri diku edhe në Maltezi. Për sa i përket Kosovës, për të cilën pyetën shokët se e ardhmja e saj. E ardhmja e Kosovës aktualisht do parë tamam në këtë kuadër të zhvillimit të ngjarjeve në Jugosllavi. Në qoftë se zhvillimi i ngjarjeve në Jugosllavi do të eci në këtë rrugë që po ecën sot. Do me thënë, në qoftë se acarohet situata midis republikave veriore dhe Serbisë, me do e mos do të acarohet situata edhe në Kosovë. Do me thënë, çështja e represionit nga ana serbëve kundër popullsisë kosovare nuk përjashtohet. Kjo është një mundësi. Por, nga ana tjetër, në qoftë se zgjidhet problemi dhe gjendet një rrugë dalje midis republikave të ndryshme jugoslave, dhe për këtë janë duke bërë diskutime të 6 republikat e ndryshme, prap çështja e Kosovës është në pikpyetje, sepse të gjitha republikat pak a shumë duan ta zgjidhin problemin e stabilitetit të Jugosllavisë duke e lënë Kosovën pjesë të Serbisë. A do të zgjidhë gjë kjo? Ndoshta në letër mund të zgjidhë, në kuptimin që në letër mbetet Kosova pjesë e Serbisë. Por a do të rri populli i Kosovës kështu dhe do ta duroj, do ta pranoj këtë zgjidhje? Shenjat dhe deklaratat e deri tashme të udhëheqjes kosovare kanë qenë që nuk e pranojnë këtë zgjidhje. Por ngjarjet duhen ndjekur me kujdes. Situatat mund të zhvillohen edhe në drejtimin më të keq mund të bëhet. Cili mund të jetë drejtimi më i keq? Drejtimi më i keq mund të jetë që serbët të hakmerren kundër popullit kosovar. Do me thënë, të përfitojnë nga ndonjë incident, të përfitojnë nga ndonjë veprim, nga ndonjë provokacion që vetë mund ta ngrejnë dhe mund ta organizojnë, dhe serbët për të organizuar provokacione janë mjeshtra, kupton? Dhe pastaj të sulen kundër shqiptarëve në Kosovë. Kjo është një rrezik që nuk duhet përjashtuar. Ashtu siç nuk duhet përjashtuar edhe rreziku tjetër, që popullit humbas durimin. Sepse sot në Kosovë
përveç të papunëve të zakonshëm, janë 50.000 punëtorë që janë nxjerrë jashtë, se nuk kanë pranuar të firmojnë deklaratën se Kosova është pjesë e Serbisë. Janë mijëra mësues që janë përjashtuar nga puna pikërisht për të njëjtën arsye. Mjekët që janë përjashtuar nga puna prapë për të njëjtën arsye. Me një fjalë, ka një masë njerëzish që po persekutohen ekonomikisht, por edhe politikisht. U ndalu televizioni, ndalu shtypi, ndalohet shkollat në regjistrimi studentëve në universitet, barazohen shqiptar serb 1 me 1, pavarësisht kupton që shqiptarët janë shumicë absolute, kupton bile 5 me 1 në krahasim me serbët. Pra, kjo situatë mundet të shkaktojë atë humbjen e durimit tek njerëzit. Humbja e durimit juve merrni në mend çfarë mund të shkaktojë. Kupton? Pra mund të shkaktojë situata krize jashtëzakonisht rënd në Kosovë. Tani unë e kam vështirë të them do ndodhi kjo apo kjo. Kupton, edhe s'besoj të ketë edhe njëri që ta parashikojë se cila mund të ndodhi, kupton. Ajo që ne mund të themi me siguri është tjetra. Ne duhet jemi shumë të kujdesshëm. Ne duhet jemi tepër vigjilent në këtë kohë. Sepse çdo gjë që mund të ndodhë në Kosovë, me një mënyrë ose me një tjetër, kupton, do të krijojë probleme tek ne. Kupton, prandaj këtu duhet kujdes i madh, këtu duhet vigjilencë e madhe, këtu duhet gatishmëri nga ana e ushtrisë tonë, nga ana e tëra forcave tona të armatosura. Çfarë mund të bëjë Shqipëria, tha i shoku, ta ngrej në Kombet e Bashkuara, në KSV, në atë, ku të duash. Nuk ka dyshim që Shqipëria mund ta ngrejë në të gjitha organizmat dhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare, kupton, edhe e ka ngritur, do ta ngrejë prapë, kupton, por nuk varet vetëm nga Shqipëria. Duhet të shikoni, kupton, që sot harta e Europës është ngatëruar. Kupton, Europa flet për Kosovën, po flet për të drejtat e njeriut në Kosovë. Por nuk flet për drejtat e kombit shqiptar. Domethënë për të mbrojtur të drejtat si komsi. Kupton? Prandaj përpara interesave më të mëdha e lëm një anë çështjen e Kosovës. Interesat më të mëdha janë Jugoslavia për Europën. Prandaj nga kjo pikpamje zëri i Shqipërisë sigurisht që duhet shtohet, duhet rritet ky zë, kupton. Unë jo rastisht fola në këtë miting për Kosovën dhe fola një çik më gjatë nga zakonisht, kupton, që duhet folur. Kupton, edhe nga organizmat tona duhet folur, duhet ngritur zëri, por situata në përgjithësi nuk mund të them që është aq optimiste, saqë bëjnë nga ndonjëherë disa shokët tanë, kupton, që gati, njeri këtu tha, të zhduken kufit, tha, hiqen muret. Qefin do e kishim këtu i pjesë kosovarësh. Edhe të bisedorin edhe me ta, kupton. Qefin e kemi, po duhet me qenë realist në këtë qef. Domethënë situata nuk është aq e mbarë, kupton. Situata është e shoqëruar me disa vështirësi, të cilat ne duhet t'i kemi parasysh. Duhet t'i kemi parasysh që lufta dhe përpjekjet tona jenë sa më reale në këtë kohë që jetojmë. Më duket se më tepër unë nuk kam që të them Kosovën, ne duhet kuptojmë atë luftë dhe ato përpjekje që bëjnë vëllezërit kosovar, si Shqipëri i kemi mbështetur dhe duhet i mbështesim deri në fund, kupton? Por në këtë mbështetjen tonë varet, kupton, ky është faktori jashtëm, por varet shumë nga faktori i tyre, nga lufta që bëjnë vetë dhe mënyra si organizojnë të luftë. Deri tani inteligjenca kosovare edhe organizatat e ndryshme aty kanë treguar që dinë të manovrojnë në situata të ndryshme. Dhe me siguri, kupton, edhe në këto kushte, edhe në këto situata të vështira që krijohen, do të dinë të manovrojnë për të përgjigjur si duhet problemeve të tyre. Por unë dua ta mbyll këtë me atë fjalë që thash edhe në miting, që
ndihma më e mirë që mund të japim ne Kosovës është forcimi I gjendjes tonë. Mos harrojmë, një Shqipëri e fortë është një mbështetje e sigurt për Kosovën. Një Shqipëri e dobësuar, një Shqipëri e përçarë është njëkohësisht një pikë e dobët, një ndihmë shumë e dobët për Kosovën. Për këtë arsye ne na duhet të kemi forcat bashkuara. Për këtë arsye duhet që mbi çdo gjë të vëmë patriotizmin, dashurinë për atë dheun, dashurinë për Shqipërinë. Për këtë arsye duhet të dimë kupton të forcojmë atë ndjenjë patriotike që ka karakterizuar dhe e karakterizon popullin tonë. Përpara një çështje të tillë të madhe siç është çështja kombëtare, të gjitha çështjet tjera, ndasit krajinore, fetare, ideologjike, politike, duhet të mbeten në plan të dytë. Dhe ajo që duhet dominoj dashuria për vendin dhe njëkohësisht përkrahja për vëllezërit tanë të Kosovës. Kaq kisha harrova. Ikim dëshim. Apo ke fjalin ti, ha? Ukit Kahin Thasit, të urojmë mirë se ardhjen presidentit të Republikës Shokut Ramiz Alia. Është në nderin e tij dhe në kënaqërinë tonë të kemi sot presidentin në mes nesh. Me kryelartësinë e malësorit Hasjan, I bëjmë të ditur Shokut Ramiz se jemi të vendosur për zhvillimin e demokracisë, për zhvillimin e vendit e të lumturinë e tij. Në këtë fillim shekulli e sidomos në vitet 20, ne qemë ndër të parë që fillum luftën. Se ndarja e Hasit për të bërë rajon më varet nga unë që tani ju a them që do ta bëjmë rajon me Tani përsëri Shoku Ramiz. Shiko. Të kuptojnë Shoku Ministri se vazhdimisht I kam thënë replikat. Jo, unë po them këtë, nëse varet nga unë me njëherë u a them, me të vajtur në Tiranë do e nxjerr atë vendimin. Nëse varet nga Kuvendi Popullor, prap unë nesër do t'i bëj shkres Kuvendit Popullor që ta aprovoj këtë çështje. E kemi bini që gjum. Falësh. Ministria e Bujqësisë ka mendimin të njohë më mirë në Bekromën. Ta mbështes. Një sekond të them dy fjalë pastaj. Jo lidhur me atë çështjen. A vashmë? Po do palisë që do me lisi. E kish lidhur me atë që theti për televizionin. Duhet keni parasysh një çështje që tash në televizion bëhen gjithfarë lloj muhabetesh. Por nëse kanë të drejtë të dalin, flasin pluralizëm, se cili ka mendimin e vet, diskutojnë atje. Prandaj ju me dëgjoni dhe ajo që ju pëlqen bëheni. Për shembull, në televizion kanë filluar me nxjerrë dhe lakuriç vajzat. Ju mos I nxjerrin lakuriçës. Ha? Prandaj, nëse ka njeri që luan mend, mos luni dhe ju bashkë me ta, kupton? Për këtë arsye juve vini re dhe respektoni ligjet që nxjerr Kuvendi Popullor, ligjet që nxjerr qeveria. Ato janë udhëzime për cilat duhet vepruar, kupton? Të tjerat, ato janë sipas qefit pastaj. Diskutojnë, kupton, mund të dalë diskutoj, ku diun, një shkencëtar thot një mendim, del një letrar thot një mendim tjetër, del një artist thot një mendim tjetër, del një politikan thot një mendim, kupton? Janë mendimet që thonë të tërë. Pluralizmi është e drejtë e fjalës e secili. Secili ekspozon pikpamjen e vet, programin e vet, dhe kjo është një drejtë demokratike e çdo partie, e çdo force politike, e çdo njeriu, kupton që
në dispozicion të cilit vihet edhe shtypi, edhe televizioni e tjerë. Por, juve mend i keni në kokë, syt i keni në ballë, vesht i keni për dëgjuar, dëgjoni, shikoni, edhe gjykoni vetë, vendosni vetë ajo që ju pëlqen juve, kupton. Kurse ligji, a ligji është ligj, aty s'ka llafe. Po doli ligji për tokën, do bëhet kështu, do bëhet ashtu. Kupton? Këtë e keni parasysh. Ha. Të vlerësimi real i pasurisë tonë dhe të kthehen diferencat e mbajtura padrejtisht. Dhe e dyta, të studiohet nga organet përkatëse dhe të na afrohen disa variante, qoftë këto, edhe jashtë rrethit tonë, ku të harmonizohen mundësitë shtetërore dhe dëshirat tona, ku me parat që do të na jepen, do të ndërtojmë fshatin tonë dhe do t'i kthejmë atij emrin që na lan të parët. Do të blejmë tokë ku të vazhdohet tradita mrekullueshme e baqevanëve të fshatit, e brezave të arshëm të lëmë trashëgimni shtëpit e tokën e tyre e jo sherrin e nga tresët. Për shpërnguljen tonë nga ky vend, përveç dëshirës e bën më të detyrueshme papunësia e dhjetra të rinjve, kërkesa e disa të tjerëve për të punësuar jashtë shtetit, e disa të tjerë si punojnë si beqar me gjithse të martuar në qendra pune larg shtëpive të banimit. Përsa thash me lart dhe çfarë kërkojmë, ju themi sinqerisht se nuk shfrytëzojmë situatën dhe kushtet e krijuar, po që nga viti 1977 në vazhdim janë shkruar disa letra e janë bërë disa ballafaqime, madje edhe juve president ju kemi shkruar, por vazhdojmë të mos jemi të sqaruar. Ne nga ana jonë shprehim indignatën dhe këmbguljen tonë deri në zgjidhjen e plotë të problemeve të cilat na kanë shkatëruar qetësinë shpirtërore prej vitesh. Ju falenderoj. Në qoftë se ushtaraku është plotësisht i lirë të shkojë në shërbim aty ku duhet shkojë, si shkojë unë qafprush 17 km kam çdo ditë. Në qoftë se polici është i lirë dhe se kërcënon njëri të shkojë të bëjë shërbimin, nuk ka nevojë për shumë ligje e komente për të vrarë apo për të prerë njërin apo tjetrin, sepse të mbron vetë ligji. Ligji mbron atë që është saktuar të mbrojë ligji. Vetëm kështu mund të ecet më tej. Është që të mos e zgjasi shumë këtë punë. Është përgatitur, qeveria më duket e ka shqyrtuar. Qeveria e ka shqyrtuar statusin e policit edhe statusin e ushtarakut. Tash është problemi shoku president. Tashti prej nga ana e qeverisë, me njëherë do t'i kaloj Kuvendit Popullor, edhe do të aprovohet nga Kuvendi Popullor. Në qoftë se prandaj është aprovuar nga qeveria. Në qoftë se është parë, dakord jam parë. Këtë probleme se nga ministria kanë ardhur, nuk është se s'kanë ardhur, s'na kanë sqaruar, po disa thonë kanë shkurtuar, disa thonë të zgjasin prap. Juve si president na tha që kanë shkurtuar, unë kam plotësisht besim. Në emër tim, në emër të gjithë ushtarëve të qafprushit, ju uroj jetë të gjatë edhe sukses në detyrën tuaj si president. Faleminderit. Para folës vetëm me të oficerin që foli tash nuk jam dakord. Ta demokratizoj ministrinë, ti heq burokrat që ka mbledh aty për rreth, tjetri që ka qenë, ky ti pastroj. Ky ti pastroj. Unë kam rastin e freskët me shefin e oficinës para një jave në ministri, jam prit në mënyrë më skandaloze nga drejtori i bilancit që ke ti, shoku Fatmir. Jo, pa ta them këtu në mes popullit se kam desh të bëj artikull në gazetë. Se më ka ofendu në korridor të ministrisë, që më shoj ideja aty sa që malsoj nuk u doron dhe t'ja fut shumë thojt fyt. Edhe ai për mendimin tem duhet të hjeket shkoj punëtor atje në Sarandë, se ka qenë shef bujqësie i Sarandës. Piki për aty. Morë vesh. Nuk shkova t'i kërkoj lëmosh unë për shtëpinë time. Unë shkova t'i kërkoj pjesë për autokombanjat e zonës Vrill. Unë nuk jam durs që të shkoj motorcikletë nga 2 herë në ditë ministri. Jam krum të kuksit që bëj 2 ditë e kaloj disa qafa mali me radhë për të vërinë Tiranë. Ndërsa ministrit ndërtimit unë e njoh qysh drejtori i Hidrocentalit Vardësit, kam respekt veçantë për të. Edhe jam shumë i kënaqur që ky sot është ministri i ndërtimit, shoku Musliu. Ta shikoj çik me president Krumën, qytetin e Krumës, mos e ka shumë probleme puna e stahimit dhe shumë njerëz me të thënë drejtën janë në mënyrë skandaloze për problemin e stahimit. Ndërsa për kryetarin e komitetit kisha këto probleme. Aty në seksionet e tij kam mbledh disa njerëz jo të rregullt për procesin e demokratizimit të vendit. Se na kena vakti. Populli jo do t'i them këtu se kështu në instancat ngushta të shkurta i kam thënë disa herë.
bile më shpesh vjen presidenti në Krum, se sa vini ju shoku marrëm me sekretari parë që erdhi iku para si në Krum. Vjen puna tek shpërndamja e pajisjeve elektroshtëpiake shoku Ramiz. Autorizimet ndajmë nga zyra shefi seksionit tregtisë. Dhe punëtori, minatori, shoferi nuk e gëzon atë drejt për të marrë as frigorifer, as lavatriçe, as televizor, as makinë qepse, e fshesa me korrente me radhë kur i ka kushtet për t'i blej. Unë sot kam 14 vjetë shofer, frigoriferin e kam gjetë në rrugë Dallavere. Kur ka pas persona që janë drejtues kanë marrë nga 2 frigoriferë në thonë s'ka. Su hala juve. Po do filloni të mësoni pak nga pak. Tani e tuti, si pas vendimit që ka marrë qeveria, nuk ka më unifikim të pagave. S'do ketë më. Tashti qeveria do t'i japi ku punon ti? Në marrë bujësore. Në ndërmarrjen? Shofer. Jo, në ndërmarrjen bujësore. Bujësore, Bra, do t'i japi ndërmarrjes bujësore një qese me pare. Do i thot na, këto janë për njerëzit që punojnë në ndërmarrjen tënde. Tashti, ndërmarrja bashkë me sindikatën, në ndërmarrje, do të caktojnë sa duhet t'i japi këtia, sa duhet ta ketë rrogën shoferi, sa duhet ta ketë pagën magazinjeri, sa duhet ta ketë agronomi, sa duhet ta ketë veterineri, sa duhet ta ketë drejtori, sa duhet ta ketë zëvendës drejtori. Shumë lehtë, e kuptoj. E kështu, për konsekuencë, në qoftë se ndërmarrja e juaj këtu do të mbaj jo shumë njerëz në administratë, po më pak. E kupton? E kuptoj. Në qoftë se ndërmarrja e juaj këtu do të dali me fitim dhe jo me humbje, paga jote do të jetë shumë më e madhe se atij shoferit që është në fush ose gjetiu, kupton? Pra nuk do të jetë. Po vetëm një gjë shoku Ramiz se Ministria e Bujqësisë ka paralelizuar Krumën me Lushnin. Jo, s'mundet bëj. E ka paralizuar. Tashti ndryshohen ato. A kuptove? Do ndryshohen të tëra. Kaq kisha unë, falënderit. Mirë, bravo. Rehabilitim që mirët, në rehabilitoj këtë bijartonin, Hasjana, i cili ka qenë shumë i dashtë me thënë drejtën, por iku ashtu si që iku. Dhe shoku Ramiz, populli ju ka dëshiruar të jetë qysh herët me ju. Edhe ju ka prit këtë ngjirin tonë. Për arsye se populli Hasjan gjithmonë ka qenë mikpritës. Ai e ka prit dhe e ka përcjell momentet më të vështira bajramcurin. Ndërsa gjatë lëvizjes nacionale shërbimtare asnjë dëshmor partizan nuk ka rënë në zonën tonë. Kjo tregon se zona jon i ka prit, i ka ushqyer, i ka përcjell me dashuri. Ashtu ju pret, ju përcjell juve me dashuri. Kur zonën e krahinës hasit, e çoni atje ku dëshira saj. Ju falenderoj. Tani para se sa, ndoshta shoku Ramiz dhe shokët tjerë do të thonë ashtu, po kam një ditë gjëra që dëshiroj t'i them këtu në këtë takim. Tashti njerë në radhë të parë unë dëshiroj që nga ana e ime dhe nga ana e shokut Emin dhe shokut Nejmedin janë antarë të qeverisë dhe që erdhen me mua këtu për të takuar me ju, t'ju përshëndes edhe t'ju uroj gjithë mirat. E nuk ka dyshim që ardhja këtu në has pas kuksit tregon edhe një farë anësie nga ana jonë. Do me thënë, në një farë mënyrë edhe neve jemi dakord që zona e hasit është një krahin me rëndësi shumë të madhe në vendin tonë, sepse ka një popull patriot, një popull që gjithmonë është shquar për frymën e vet përparimtare, një popull i cili vazhdimisht ka kontribuar në zhvillimin e atë dheut tonë.
Dhe nuk ka dyshim që edhe në këtë stad të zhvillimit të vendit, të demokratizimit të jetës së vendit, të zhvillimive të reja që po ndodhin në vendin tonë, populli i krahinës së Asit do të jetë gjithmonë në pararojë. Sigurisht problemet që juve keni edhe që i shtruat këtu janë jetike për ju, janë të rëndësishme edhe kërkojnë kujdes dhe vëmendje nga ana e qeverisë, nga ana e organeve të ndryshme shtetërore. Unë mbaj të shënim disa nga këto probleme unë ngritën edhe dje në Kukës, dhe nuk ka dyshim që do t'ja transmetojmë edhe organeve qeveritare që t'i shikojnë për zgjidhjen e tyre. Më duket se themelore këtu, të paktën nga këto që konstatova unë, kupton është halli i këtyre fshatrave që janë përmbytur nga liçeni i Fierzës dhe që padyshim ka krijuar probleme të veçanta pronësore për këta familjar, për këta qytetar që janë larguar nga kjo zonë. Neve diskutuam edhe dje në Kukës dhe gjykuam kështu që Komiteti Ekzekutiv i Kukësit të bëj listën e plot të gjitha këtyre fshatrave, të gjithë këtyre njerëzve të cilët janë larguar nga fshatrat e tyre, janë përmbytur nga liçeni dhe janë dëmtuar nga pikpamja e pronësisë, në mënyrë që t'ja paraqisim qeverisë për t'i dhënë zgjidhjen e nevojshme këtij problemi që për ju është padyshim një problem preokupant. Natyrisht këtu ushtrua edhe problemi i, tha një nga këto shokët, të shpërngulemi, tha këtej, tha që të shkojmë diku, kupton, të kërkojmë ku të ketë mundësi, kupton. Tashi këto që t'u them unë po, do të shpërnguleni, nuk va them dot, kupton, sepse do t'ju gënjeja. Dhe pastaj do të më thoshet edhe mua atë që i thatë kryetarit Komitetit Ekzekutiv, kupton, që na e dhe fjalën se mbajte. Unë jo, nuk dua t'u jap fjalë që të mos e mbaj. Kupton, çështja e largimit nga zona për në një zonë tjetër, se u tha edhe në Kukës kjo, për në zona fushore. Zonat fushore nuk janë bosh, edhe ati ka njerëz, kupton, edhe ati ka popullsi, kupton. Dhe nuk është fort e lehtë. Por nuk ka dyshim që qeveria, duke marrë atë vendim që do të marrë lidhur me çështjen e pronësisë, duhet të shikojë në të njëjtën kohë edhe mundësinë eventuale të shpërndarjes ose të si thua gjetjes të mundësive konkrete për punësimin e kësaj popullsie të tepërt që është krijuar në këto qendra. Por vetëm unë një gjë do t'ju thoja, që ky problem i punësimit të njerëzve nuk është një çështje që del vetëm për Hasin, ose që del vetëm për Kuksin, ose që del vetëm për malsinë e Shkodrës, të themi, apo del vetëm për malsinë e Dibrës. Ky është një problem që del përgjithsisht në vendin tonë. Dhe është një çështje që duhet ta kemi parasysh të gjithë ne, qeveria e të gjithë organet e ndryshme shtetërore, që të krijojmë sa më shumë vende pune. Sepse sot në fshat ne kemi rreth 2 milion banor. Dhe nga një pikpamje që toka është e kufizuar, nga ana tjetër, duke futur mekanizimin në fshat, do të vi një kohë që kjo sasi në fshat është e tepërt. Dhe ndoshta gjysma e saj do të duhet të gjej punë gjetiu. Prandaj edhe qeveria do të mendoj, edhe shteti do të mendoj për të hapur punëra të reja, në kuptimin jo vetëm të zhvillimit të industrisë, por edhe të ndërtimeve, të turizmit, të ndërtimit të rrugëve të veçanërisht, të autostradave të tjerë, në mënyrë që njerëzit
të gjejnë mundësira më të mëdha punësimi. Por kjo është një çështje thash që duhet ta kemi parasysh. Tashti qeveria e stabilizimit të vendit ka një detyrë mjaft të rëndë, mjaft të vështirë, duke marrë parasysh edhe situatat ekonomike që janë në vendin tonë. Faza e parë edhe mundimi, përpjekjet e para janë që të paktën të stabilizoj gjendjen, sidomos të siguroj aspektin ushqimor të popullit, edhe një zhvillim të mbarë social të vendit, por nga ana tjetër është duke biseduar, ka hyrë në marrëdhënie, ka hyrë në bisedime me firma të ndryshme, me qëllim që të mundet të krijohen ndërtime të reja, fabrika të reja, uzina të reja, me i fjalë për të krijuar mundësi të reja për punësimin e njerëzve. Sa do të bëhet kjo, edhe sa shpejt do të bëhet kjo, shiko, edhe Perëndia që është Perëndi, për të krijuar botën deshi 6 ditë, kështu thot Biblia, kupton? Ditën e 7 bëri pushim. Tashi më 6 ditë është e vështirë të bëhet edhe ndërtimi i të gjithë këtyre punëve. Do të duhet kohë. Do të duhet një kohë. Por unë po ju them këtë që shokët e qeverisë kupton janë duke punuar, janë duke marrë kontakte me firmat e huaja, me vendet e huaja që të mundet të hapet mundësi dhe të krijohen mundësi të reja punësimi. Duhet të kemi parasysh shok që vështirësitë ekonomike edhe sociale tek neve janë serioze, nuk janë vështirësi të thjeshta. Nuk ka dyshim që këto kanë të bëjnë edhe me të kaluarën, në kuptimin e drejtimit të centralizuar dhe të planifikuar të ekonomisë, që dha rezultate në fillimit e veta, kur zhvillimi ynë ishte një zhvillim ekstensiv, por që pastaj u shndrua në një pengesë, bile në të kundërtën e vet, kur zhvillimi ynë filloi të hyjë në fazën intensive të zhvillimit të tij. Dhe është domosdoshme që ekonomia e planifikuar, e centralizuar të çlirohet dhe t'i hapet rrugë zhvillimit të ekonomisë së lirë, të iniciativës së lirë, të konkurrencës, të ekonomisë së tregut, që krijon mundësira për një zhvillim më të madh të forcave të prodhuese në vend. Kjo nuk do të jetë një punë e lehtë. Nuk u bëhet kjo sot me nesër. Megjithse edhe ngadalë nuk duhet ecur. Çështja e privatizimit që tha një shok këtu, kupton, është një problem me rëndësi shumë të madhe. Privatizimi duhet të përfshijë në rast të parë ato që janë edhe punët më të lehta. Punët më të lehta jo si punë, por si sektor, siç është për shembull sektori i shërbimeve, sektoret komunal, që duhet në mënyrë më të shpejtë. Por këtu në këtë fushë do të ketë me do e mos një privatizim edhe të disa sektorëve të tjerë të prodhimit. Ja, siç është ta them në fushën e ndërtimeve, kupton që mund të krijohen ndërmarrje të vogla të ndërtimit e tjerë e tjerë. Por jo vetëm në ndërtim, po edhe në prodhim. Prandaj këto vështirësi ekonomike do të kapërcehen me përpjekjet e shtetit vet, por në të njëjtën kohë edhe me krijimin e disa mundësive të reja të zhvillimit të ekonomisë tonë edhe në fushën e privatizimit. Fshati do të jetë edhe do të ketë gjithmonë preokupacionin kryesor të qeverisë. Problemi i fshatit është problemi më i komplikuar, më i vështirë. Tashti këtu shokët ngritën disa probleme, unë edhe për këtë desha t'ju them që qeveria ka përgatitur ligjin për tokën, ku do të përcaktohen ato rregullat përkatëse lidhur me mbrojtjen e tokës, me çështjen e ndarjes së saj, me pronësinë mbi tokën, etj, që edhe ky ligj do t'i kalojë menjëherë kuvendit popullor, të aprovohet nga ai dhe pastaj të fillojë menjëherë zbatimi i tij. Unë besoj që ligji mbi tokën
do të rregulloj shumë nga ato mosmarrveshje që ekzistojnë sot nëpër fshatra të ndryshme. Këtu pash të paktën t'ua them kështu sinqerisht, unë nuk e dinja, kupton që kaq e madhe qenkësh kjo divergjenca midis Hasit edhe Kuksit, kupton. Përkundrazi, nuk e kisha këtë ide, kupton. Por duke ju dëgjuar juve këtu, kupton, e shoh që ky është një problem që do me dojë mos një zgjidhje. Edhe unë, siç u thash në fillim, kupton, këtë ne do t'i japim një zgjidhje në mënyrë që Hasin ta shndrojmë, kupton, në një rajon me vete, që të mundet të ketë edhe mundësira zhvillimi çik më të pavarura, kupton, nga Kuksi. Por duke thënë këtë, dëshiroj njëkohësisht të keni parasysh, kupton, që nga pikpamja e zhvillimit, jo vetëm për Hasin flas, por përgjithsisht për vendin tonë, duke patur parasysh këto vështirësi aktuale që ka qeveria, kupton, nuk duhet pritur në një gjë e madhe shpejt e shpejt. Kupton, e them këtë jo për dekurajuar, por për të qenë realist në atë që presin. Kupton se, për shembull, ngriti këtu me të drejtë, thatë, dhe unë jam plotësisht dakord me juve, që rruga Kukës Krumë, po nëse Krumë, Golaj aty vemi pastaj, shkojmë edhe i qik më te, qojmë deri në kamp po doni, por, po se duhet ajo, del vetë pastaj. Por që të bëhet kjo, nuk mund t'ju them që është i punë e lehtë. Ja, shoku Emin këtu, ministër i ndërtimit, që merret dhe ka dhe këtë çështjen e asfalteve dhe të betona asfalteve, ku diun se çfarë janë të gjitha këto mjetet që nevojiten, kupton, për rrugët, po na thoshte dje, kupton, që mezi gjeti, kupton, sa the 5 ton bitum, kupton. Pra, ka disa vështirësi konkrete, të cilat aktualisht e vështirësojnë këtë punë. Por kjo nuk do të thotë, unë e theksoj edhe njerë, nuk do të thotë që kjo kërkesë tuaja nuk duhet parë. Përkundrazi, derisa që ka vendos që 1982, si që thatë ju, nga ana e qeverisë, kupton, 72 akoma keq, kupton. Unë besoj, kupton, që 92 duhet hyjë në plan, kupton, dhe të filloj puna për këtë çështje, kupton. Edhe do ta shikoj qeveria këtë çështje dhe duhet ta shikojmë se është një problem me rëndësi të madhe, kupton, për këtë zonë. Në fund të fundit nuk është vetëm çështje zone, po është edhe çështje e ruajtjes të mjeteve. Se një rrugë e keqe më tepër shkatron se sa ndreq, kupton. Na duket sikur fitojmë duke kursyer ose domethënë duke e shtyr pak atë çështjen e asfaltimit, por humbim shumë nga pikpamja e automjeteve, që është po aty. Desha të them diçka shok lidhur me këto ndryshimet politike që po ndodhin në vend. Të gjithë duhet jemi të ndërgjegjshëm që në jetën e vendit ton kanë ndodhur edhe ndodhin ndryshime të mëdha politike. Në kuptimin që jo vetëm që kanë dalë në skenë forca të reja politike, parti të ndryshme, pikpamje të ndryshme, por edhe përgjithsisht jeta politike në të gjitha anët e vendit është aktivizuar. Se njerëzit flasin, kupton, flasin lirisht, i shfaqin mendimet e tyre, ja edhe në këtë mbledhje kjo është një pasqyrim, kupton, pikrisht i këtyre ndryshimeve politike, që njerëzit flasin lirisht, e thonë të mirën, e të keqen, kupton, pa drojtje, ashtu si që mendojnë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Kjo është edhe një tipar i zhvillimit demokratik. Kupton. Nuk ka dyshim që demokracia nuk do të thotë anarshi. Demokracia është një shoqëri e organizuar, një shoqëri e kulturuar, një shoqëri që kërkon tolerancë, durim, të dëgjosh tjetrin, të respektosh tjetrin, të respektosh mendimin e tjetrit, pavarësisht
se mund të mos pëlqej. Kupton? Por në të njëjtën kohë është domosdoshme që këto zhvillime demokratike të bëhen në rrugë të drejtë, në rrugë që të çojnë në bashkimin e popullit dhe jo në përçarjen e tij, të çojnë në unitetin kombëtar dhe jo në prishjen e këtij uniteti, të çojnë në rritjen, forcimin e ekonomisë dhe të kulturës të vendit dhe jo në dobësimin e ekonomisë e të kulturës së vendit në shkatërimin e tyre. Në këtë drejtim, padyshim këtu është edhe forca, detyra e madhe e të gjitha partive politike, e sindikatave, të organizmave të ndryshme politike që ekzistojnë, që duhet orientojnë punën e tyre drejt këtij bashkimi të forcave të vendit, bashkimit të gjithë energjive të popullit shqiptar, pavarësisht nga pikpamjet, nga konceptet që ka njeri apo ka tjetri mbi këtë apo atë problem. Në këtë drejtim duhet jemi të ndërgjegjshëm që proceset që zhvillohen nuk janë aq procese të lehta. Kemi flasim shpesh, kupton që duhen evituar ekseset, duhen evituar përplasjet, duhen evituar to ngatërresat e mëdha, kupton? Pse e theksojmë këtë? E theksojmë këtë sepse ato rrjedhin nga mungesa e kulturës, ato rrjedhin nga mungesa e durimit, ato rrjedhin nga etja që kanë për pushtet forca të ndryshme politike, të cilat shpesh herë i kalojnë kufijtë e tolerancës, kufijtë e durimit, kupton edhe shkaktojnë natyrisht kupton edhe gjëra të padëshiruara. E mira është që njerëzit të jenë të qetë, të shfaqin mendimet e tyre lirshëm, të thonë pikpamjet e tyre, të përpiqen që idetë, mendimet e tyre të zënë vend sa më shumë në popull, kupton edhe të punojnë në interes të zhvillimit ekonomik, politik e social të vendit tonë. Natyrisht këto procese politike dhe ky zhvillim i demokracisë ka anën e vet pozitive dhe ka kryesisht anën e vet pozitive, sepse rrahja e mendimeve, të kundërtat në mendime, gjithmonë i japin dhrull zhvillimit të vendit, zhvillimit të procesit demokratik të atdheut, zhvillimit të energjive të reja, edhe japin vrull pikërisht këtyre energjive. Në këtë drejtim, unë mendoj se ndryshimet politike, proceset e zhvillimit demokratik të vendit, duhet të gjenë një mbështetje aktive nga të gjithë populli ynë. Kjo është një rrugë të cilën ne duhet ta përshkojmë dhe me sa më pak dhimbje ta përshkojmë, aq më mirë do të jetë për popullin tonë, për atdheun tonë. Veçanërisht e theksoj këtë duke pas parasysh edhe situatat ndërkombëtare që ekzistojnë sot. Zakonisht flitet për situatë të qetë, flitet për ulje të tensionit politik, flitet për zhdukje të luftës ftoftë, etj. Në realitet kështu është. Ka një rënje të tensionit, ka një përpjekje të madhe për të zgjidhur probleme të ndryshme nëpërmjet dialogut edhe jo nëpërmjet konfrontimit, ka një përpjekje të madhe që në botë të sundojnë më tepër paqja, kupton se sa grindjet dhe luftrat, por nuk duhet harrojmë, sidomos neve shqiptarët, që në zonën tonë bie edhe era barut. Domethënë nuk është vetëm paqja, nuk është vetëm dialogu ai që dominon. Kam parasysh këtu veçanërisht Jugosllavinë. Jugoslavia po kalon situata tepër të vështira. Domethënë grindjet nacionale në Jugosllavi po krijojnë një situatë të tillë që mundet në Jugosllavi të kalohet edhe në luftë civile, mund të kalohet edhe në përplasje midis republikave të ndryshme të saj. Para 2 ditësh shpallën pavarësinë e tyre Kroacia edhe Slovenia. Nuk ka dyshim që kjo ishte një ngjarje me rëndësi të madhe në jetën politike jugoslave, sepse shpallja e pavarësisë së tyre, jo shkëputja, po shpallja e pavarësisë së tyre
brenda kuadrit të Jugosllavisë, prap krijojti probleme të mëdha për vetë shtetin Jugoslav. Sepse është parathënie e mundësisë të shkëputjes. Dhe në qoftë se ndodh shkëputja, kjo do të thotë edhe fundi i Jugosllavisë, si një shtet unik, federal ose konfederal siç është sot. Sipas agjencive të lajmeve, dje ka patur edhe luftime midis ushtrisë jugoslave dhe forcave të Slovenisë. Bile agjencitë e lajmeve thanë mbram që ka patur 17 helikopterë të rëzuar dhe 100 e ca të vrarë. Sepse ushtria jugoslave me të shpallur të pavarur të dy republika, me vendim të qeverisë jugoslave dhe të prezidencës saj, ka dërguar forcat e armatosura, tanket e tjerë, për të zënë kufirin me Austrinë, kufirin me Italinë, për të treguar kësaj që shteti jugoslav ekziston, që në Jugoslavi, si thuhet, drejton një qeveri qendrore dhe kufit shtetëror i mbron ushtria e tërë shtetit jugoslav dhe jo një republik e veçantë siç është Slovenia apo siç është Kroacia. Natyrisht, vajtja e forcave të armatosura të ushtrisë jugoslave në këto krahina, në këto republika që shpallën atë pavarësinë, ka shkaktuar reaksionin në popullin kroat dhe në popullin sloven, të cilët e konsiderojnë vajtjen e ushtrisë si një okupacion nga ana e Serbisë, sepse e konsiderojnë që ushtria jugoslave vepron nën komandën e Serbisë. Si do të zhvillohen ngjarjet më tej? Natyrisht është e vështirë të parashikosh zhvillimin e ngjarjeve, sepse ka disa faktor kontradiktor. Nga një anë, brenda në Jugosllavi, situata është shumë e paqëndrueshme. Mbas shpalljes të pavarësisë nga ana e Kroacisë edhe Slovenisë, kanë filluar të ndihen shenja për shpalljen e pavarësisë edhe në Maqedoni. Po kështu, po flet për këtë çështje edhe Bosnjë-Hercegovina. Dim që nga ana e tyre kosovarët kanë shpallur Republikën e Kosovës dhe ata nga ana e tyre po ngulin këmbë në këtë kërkesë, sidomos në kërkesën për të shkëputur nga Serbia, ku sot bëjnë pjesë si një krahinë, bile jo vetëm krahinë, por tash janë coptuar në dy pjesë brenda Republikës Serbe. Pra, nga brenda ekziston një situatë tepër e komplikuar. Ajo prezidenca jugoslave nuk funksionon. Prezidenti që duhesh të zgjidheshe me 15 maj akoma nuk është zgjedhur, sepse serbët kundërshtojnë zgjedhjen e presidentit që sipas radhës duhet ishte kroat. Nuk duan ta zgjedhin atë. Prandaj me shumicë votash nuk aprovuan zgjedhjen e tij. Kështu që Jugosllavia ka mbetur në fakt pa udhëheqje. Por nuk është ky faktori i vetëm. Në kuadrin jugoslav ose në zhvillimin e ngjarjeve në Jugosllavi, një rol të veçantë luan dhe qëndrimi i huaj, qëndrimi i jashtëm, qëndrimi i Europës, qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të gjithë aktualisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Europa nuk e njohën as këtë pavarësinë e Slovenisë, as pavarësinë e Kroacisë. Përkundrazi, deklaruan që janë kundra shkëputjes dhe kundra pavarësisë ndarjes të Jugosllavisë në shtete të veçanta të pavarura. Ata deklaruan që njohin vetëm Jugosllavinë si shtet federal, njohin vetëm një qeveri jugoslave me të cilën kanë dhe marrëdhënie diplomatike. Bile unë mram lexova, kishin ftuar në Sloveni ambasadorët që janë në Beograd të vendeve të ndryshme që të shkonin, të merrnin pjesë për atë shpalljen e pavarësisë, për festën. Dhe të gjithë ambasadorët që janë në Beograd
refuzuan, nuk shkuan në Sloveni, duke justifikuar që ne jemi të akredituar pranë qeverisë dhe pranë shtetit Jugoslav dhe jo pranë shteteve të veçanta të Jugosllavisë. Pra, Europa edhe Amerika, të gjithë me i fjalë vendet e ndryshme jashtë Jugosllavisë, nuk e përkrajnë këtë tendencë të shkëputjes, këtë tendencë të pavarësisë të republikave të veçanta. Tani, në këtë situatë është tepër vështirë të parashikosh si do të zhvillohen ngjarjet, sepse nga një anë ka kundërshtim nga bota e jashtme, ka kundërshtim nga ndonjë republikë brenda, siç është rasti i Serbisë kundër këtyre vendeve, nga ana tjetër është dëshira e popullit kroat, e popullit sloven, por jo vetëm e këtyre, shto këtu popullin shqiptar që jeton në Jugosllavi, shto këtu edhe maqedonasit, të cilët duan të jenë të pavarur. Ky raport forcash çfarë do të sjellë? Këtu duhet të rrim, të shikojmë, të kemi syt hapur, sepse ngjarjet mund të marrin zhvillime nga më të ndryshme. Mund të marrin zhvillim, kupton, të mbar, ashtu siç mund të marrin edhe zhvillim të mbrapsht. Mundet të marrin zhvillim të qetë, paqësor, ashtu siç mund të marrin edhe një zhvillim agresiv. Një përplasje midis njerëzve të ndryshëm, pra të çojnë edhe në një luftë civile në Jugosllavi. Po çoj në një luftë civile në Jugosllavi, ngjarjet mund të zhvillohen krejt, domethënë me një skenar të cilin është zor ta parashikojmë sot. Pse është zor? Sepse këtu prap ka ndërhyrë një faktor i ri në Europë. Mbledhja e KSB-s që u bën Berlin, për herë të parë, duke pas parasysh pikërisht krizën jugoslave, mori vendim që të krijohet një forcë e veçantë nga ana e KSB-s që po ta gjykoj të arsyeshme mund të ndërhyjë në një vend ku stabiliteti mund të prishet. Dhe ishte parasysh pikërisht Jugoslavia ky vend. Pra, në qoftë se në Jugosllavi futen edhe forca të tjera të huaja, atëherë situata do të jetë akoma më e komplikuar. Çfarë duhet për ne në këto kushte? Për ne në këto kushte, veçanërisht për forcat tona të armatosura dhe për zonat tona kufitare, duhet jemi sy hapur. Duhet jemi shumë vigjilent, sepse mund të ndodhin gjithë farë lloj rreziqesh. Për sa i përket Kosovës, juve problemin e Kosovës jeni shumë në dieni, sepse siç e thatë këtu, kupton, janë vëllezërit tonë matan, ka shumë familje që